20% na që e kena importu rrymën për gjatë gjithë vitit pa e bo na i riparim. 61% punon bloku A3. Na e kena para pas i LDK me mbyllat pjesë, me bo një central 3 me gaz. Njerë bojlerat, tani filterat, import. A din që shjeta, para se me folë për plan të energjisë elektrike, spari dohet me siguru që kena me bo importin. Pra para se me menu që kena me bo, është mirë me se na tash në të importu rrymë. Tash shkon 20% na që e kena importu rrymën për gjatë gjithë vitit pa e bo na i riparim kështu të kësum. Pra, pika pare punës është organizimi i importit vjetor, në soaza vjetor dhe i rrugëve kapacitetit të bartjes së rrymës. Mas 5 vjetë ka pas mundun tek tash kesko kyç në rrugë bartse, dhe me thonë dhe tash nuk ka hinë atë pjesë. Pra na do të me siguru ka vjen rryma, pe kujt vjen, çfarë çmimi vjen edhe me bon baza vjetore që më konë transparent. E dyta, për shkak që Kosova punon 60%, më pak se 70% kohës, 61% punon bloku A3, na e kena para pas i LDK me mbyllat pjesë, po gjithmonë me një studim fizibiliteti para prak që me ditë çka më urujt, çka jo. Në Kosovën bej me investu edhe për ka saj me bo një central 3 me gaz. Në ndërkohë, do të mu liru byrokracia në panele solare edhe në centrale tjera, ashtu që bërejt ose burimet ripërtërshme edhe për konsum të bizneseve, po edhe nga ana shtetit, me shku paralelisht se për ndryshe nuk nas kena nevoj me importu 10 vjetë desa t'i ndreqim. Sanat, për shembull B2 që tash nuk ka punu 154 ditë. 365 dit i ka krejt. Njerë bojlerat, tani filterat, import. Pra, na e para punës është ku vjen rryma, ka vjen, çka kena me bo, centrali me gaz, plus on, me mbyll ose me këqyr çka me rujt, B, me investu, edhe njëkohësisht me shku centralet e tjera burimet të ripërtërshme, pa na shkalu, se në transmision nuk janë humbjet, pa më për ma shkort në tension të lartë. Humbjet janë në të shpërndarje, pra tensioni ëllë, po pse nuk po bëhet kjo, është se një ndër masat e strategjisë ka qenë edhe sistemi SCADA, ose sistemi që është ku ki humbje, paka shumë të ep një pamje.